Në një kohë ku shumë politikanë jetojnë mes luksit dhe privilegjeve, Albin Kurti ka zgjedhur të jetojë në një shtëpi të vogël dhe të thjeshtë. Ajo është një banesë modeste, pa shkëlqimin e vilave të mëdha dhe është bërë simbol i një jete të përulur. Por krahasit e Albinit e shohin këtë si një dëshmi se politika mund të bëhet edhe duke jetuar si njerëzit e zakonshëm ose si shumica e popullit. Në shtëpinë e Albinit me sipërfaqe 60 metra katror nuk ka luks. Shtëpia ka hapësirë të kufizuar me disa dhoma të vogla që reflektojnë një jetë të thjeshtë dhe modeste. Si rrallëherë, ka qenë një mjeke nga Kosova, e cila ka vendosur t'i jap Albinit shtëpinë e saj me 2 kate, që ai të ketë një hapësirë më të madhe për të punuar dhe jetuar. Mira Zeqiraj është një kosovare që jeton në Irlandë dhe u shpreh e gatshme që t'ia dhurojë shtëpinë e saj Albin Kurtit. Në një deklaratë televizive, ajo tha se është e gatshme t'ia jap shtëpinë Kurtit pa qira, pa asnjë cent dhe të rri aty sa të doj. Mjekja nga Kosova u shpreh: "Unë jam e gatshme që të mos marr asnjë cent dhe t'ia lë shtëpinë Albin Kurtit." Albinin e kam takuar për herë të parë në vitin 2004 këtu në Irlandë. Ai është një njeri i mirë dhe punon shumë për Kosovën. Unë në Kosovë kam banesë dhe shtëpi. Vilën do ja jap me kënaqësi Albinit që të jetojë dhe të punojë sepse aty ka një hapësirë të madhe. Nuk i kërko qira, le të jetojë aty sa të dojë, sepse një kryeministër nuk mund të jetojë në një shtëpi 60 metra katror. Unë nuk jam pjesë e asnjë partie politike, por jam qytetare e devotshme e Kosovës. Këtë gjë nuk po e bëj vetëm për Albinin, por do ta bëja për çdo kryeministër të vendit tim, i cili do të jetonte në një shtëpi 60 metra katror.